Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria ka ndërtuar një infrastrukturë funksionale për transparencën dhe po promovon projekte të reja si Transparent Albania, që synojnë të lehtësojnë qasjen e qytetarëve te informacioni publik. Kryeministri theksoi rëndësinë e sanksioneve për zyrtarët, përfshirë ministrat, që nuk ofrojnë informacion brenda afateve. Ligji është shumë i qartë. 10 ditë është koha për të përgjigjur, pavarësisht se 10 ditë mund të jenë shumë për intensitetin me të cilin zhvillohet sot bota e informacionit. Ditën e 11 nëse nuk ka përgjigje, ka sankcion. Apo ja. Kështu thot ligji. Dhe duhet sankcionuar autoriteti më i lartë përgjegjës. Ne i kemi kërkuar të gjithë ministrave të bëjnë delegimin e kësaj përgjegjësie tek sekretarët e përgjithshëm. Një pjesë e kanë bërë, një pjesë nuk e kanë bërë akoma. Duhet sankcionohen ministrat, duhet sankcionohen sekretarët e përgjithshëm në ditën e 11. Dhe nëse kjo do të ndodhi në mënyrë të përsëritur disa herë, unë jam i bindur që do të krijohet një ndjesi urgjence e barabartë me urgjencën me të cilën punon sektori i gotës gjysmëbosh. Ai garanton se shpifja do të dekriminalizohet për gazetarët, duke theksuar se sfida nuk është liria e fjalës, por liria e shpifjes. Ne do të heqim aspektin penal për gazetarët, jo për politikanët dhe jo për të zgjedhurit. Kush zgjedh nga populli duhet të dënohet nëse shpif. Kjo është bindja jonë. Ndërkohë që kush punon për të informuar popullin për ne të zgjedhurit duhet të shpif pa u dënuar. Ta dekriminalizojmë shpifjen për gazetarët. Nuk është se ka pasur ndonjë gazetar të goditur penalisht nga paditë e qeverisë në gjithë këto vite, as nuk ka pasur në fakt padi për gazetarët, sepse i kemi ndaluar të gjitha padit për shumë vitesh, por kjo nuk shënohet në arsyet për të ndjerë të lirë dhe për të ndjerë me krah të lehtë në punën e gotës gjysmëbosh. Gjithsesi, ne do ta bëjmë dhe këtë hap tjetër. Një hap që shkon në drejtim të relaksimit mëtejshëm të situatës së gazetarëve në tërësi, edhe pse unë personalisht nuk besoj se këtu problem është liria e shprehjes, këtu problem në fakt është liria e shpifjes. Kryeministri u ndal edhe te media online duke thënë se ajo ka kaluar në një vetë degenerim gjithmonë më të madh dhe është bërë një territor ku veprojnë forca jo miqësore. Ai rikujtoi përdorimin e termit kazan në vitin 2017 për median dhe tha se ky term mbetet i përshtatshëm për situatën aktuale. Vetëm që nuk ka pas vetrregullim, po ka pas degenerim të vazhdueshëm gjithmonë më të madh. Kështu që megjithatë ne hoqëm dorë atëherë dhe nuk kemi ndërmend të rivëm dorë në këtë drejtim, përveç se mbasi Bashkimi Evropian t'i ketë thirrur mendjes vet plotësisht edhe ta ketë bërë gjën që duhet ta bënte me kohë, që po tenton tani, sepse tani të gjitha vendet e shohin që gjëja po del komplet jashtë kontrollit, që media online në tërësi flas, është bërë një territor ku ndërhyjnë edhe forcat që janë forca jo miqësore me Bashkimin Evropian, ndërhyrjet në zgjedhje, ndërhyrjet tu, ndërhyrjet atje, dhe normal. Në qoftë se ti shtëpinë e lë pa dritare, pa dyer, pa çati dhe pretendon që të flesh rehat dhe askush mos të hyjë në shtëpi, atëherë beson në një botë që s'ekziston. Kazani është një term i vitit 2017, mos gabohem. Mirë, por nga që ka qenë termi i duhur, ju ka mbetur në mendje. Dhe ky ka qenë dhe qëllimi, që t'ju mbetet në mendje dhe mos kemi nevojë t'ja u përmendim më, e kupton? Kështu që unë se kam përmend më.
por kam bet mendje. Dhe po të pyesësh popullin shqiptar, populli shqiptar e konfirmon dhe sot. Natyrisht që nuk është e gjitha kazan, por Ai përmendi gjithashtu progresin e Shqipërisë në indeksin e transparencës ku vendi ka arritur një rritje prej 5%, që është 10 pikë më shumë se mesatarja rajonale sipas Ramës. Dhe rezultati sipas Sigmës, jo sipas meje, është 8.6 nga 10 në kuadrin strategjik dhe institucional dhe 7 nga 9 për funksionimin efektiv të autoritetit mbikëqyrës së drejtës për informim. Në ndërkohë që duke ju referuar indeksit transparencës të publikuar së fundi nga Qendra Kërkimore Europiane për antikorrupsionin dhe shtetëndërtimin, Shqipëria ka bërë një kapërcim për rreth 5% brenda këtij viti, duke kaluar nga 73% në 78% në indeksin e transparencës, ndërkohë që mesatarja e përgjithshme globale është 62% dhe euroanale është 69%. Rama foli edhe për përdorimin e teknologjisë në prokurimet publike që sipas tij do të përshpejtojnë proceset dhe do t'i bëjnë ato të pandikueshme nga subjektivizmi, ndërsa dokumentet do të jenë të aksesueshme për auditim manual.